Landfilli i Maliqit ka hedhur një hap të rëndësishëm drejt menaxhimit modern dhe të qëndrueshëm të mbetjeve, duke implementuar një teknologji të re për përpunimin e ujrave që dalin nga mbetjet urbane. Kjo teknologji inovative mundson trajtimin e plotë të këtyre ujrave, duke i kthyer ato në ujë ekologjik të sigurt për ripërdorim. Landfilli vetë nga dekompozimet krijon disa langje që quhen liçide. Nga liçidet neve i bëjmë një trajtim. Ky trajtim që del nga liçidet deri dje i dheshe në ujë, se është ujë i pastër, është ujë teknologjik. Neve sot e kemi rikthyer me disa pompa dhe depozita të mëdha, të cilën sot mund ta përdorim për vaditjen e gjithë pemëve, gjithë parqeve që po krijojmë, gjithashtu edhe për rastet e zjarrit ose për pastrimin e rrugëve të landfillit ose rrugëve të qytetit. Gjë që mund ta bëjmë vazhdimisht me mjetet tona pasi kemi të gjitha në dispozicion. Së fundmi kemi bërë edhe një park shumë të vogël në shëtitoria që bëhet nga qyteti për në landfill, ku të gjithë banorët mund të aksesojnë, mund të ulen, se kemi bërë disa stola, kemi bërë disa ndriçime, edhe disa pemë dekorative shumë të bukura. Gjë që është në hyrje të landfillit. Ky investim synon jo vetëm reduktimin e ndotjes së mjedisit dhe mbrojtjen e burimeve natyrore ujore, por dhe krijimin e një hapësire të re të gjelbër, duke shndërruar zonën e landfillit në një park ekologjik funksional. Përmes mbjelljes së pemëve dhe rikualifikimit të sipërfaqeve, landfilli i Maliqit u kthehet gradualisht në një model të ri të integrimit të infrastrukturës mjedisore me natyrën.